Lela, dhe një pyetje të fundit për protestën. Qytetarët ju kanë mbështetur, ju e deklaruar dhe pak më parë që ka bërë opozita shumë protesta, edhe ata protesta që dronët janë ngritur për ta zbehur masivitetin e saj, nuk kanë arritur dot pasi mediat ndërkombëtare dhe më prestigjioze kanë nxjerrë lumë njerëzish në shesh kundër qeverisë. Pyetja ime është, a duhet ndiqet një tjetër strategji, jo se shqiptarët kanë pritur që të rrëzohet Rama me këto protesta, por duke sikur ardhja shpesh në shesh, pa zgjidhur asgjë, ka sjellë edhe këtë indiferentizmin apo mosbesimin që mund të shkojnë në Tiranë, po çfarë do bëjmë? Të drejtë keni, dhe ky është një vendim, është një tezë për të rrahur, një vendim për të marrë, të cilën mendoj unë duhet ta marrin forumet e ngarkuara me vendime të tilla të Partisë Demokratike, dhe një prej arsyeve të thirrjes dhe mbledhjes së Këshillit Kombëtar të mërkurën pra pas nesër është edhe kjo. Pra edhe kjo sigurisht unë mendoj që duhet diskutuar. Pra cila është forma, metodologjia, çfarë duhet ndryshojë që protestat të kenë jo vetëm qëllimin, pra synimin, por të kenë edhe tempin, të kenë edhe ritmin, të kenë edhe një pikë fundore të taktikës ose më saktë të strategjisë, se ku duhet shkojnë, sa duhet zgjasin e me radhë. Unë mendoj që këto janë teza që do rrihen, do përpunohen dhe do vendosen për cila do të jetë të shihet si më e qarta dhe më produktivja, më prodhimtarja, ndër të tjera edhe në mbledhjen që do të ketë Këshilli Kombëtar. Ju e dini që është mbledhur kryesia, pritet mbledhja e Këshillit Kombëtar, grupi parlamentar demokrat është ndërkohë në një takim me dyert të mbyllura, kështu që të gjitha forumet po thirren, po dëgjohen, po debatohet, hapur, pa frikë për të shkuar tek jo vetëm tek një qëllim dhe një kauzë, por edhe për gjetur metodologjinë se si bëhet efikase dhe prodhuese kauza. Kauza nuk ka munguar, por ajo që publiku, demokratët sidomos presin është një produkt, një prodhim, dhe me të drejtë shpeshherë ata ndihen, po themi, zemër lëshuar, por duhet pasur parasysh gjithmonë edhe lloji regjimit që është përballë. Duhet pasur parasysh ajo tjetra që një partie, siç është Partia Demokratike, e cila operon në kushte Rusie, Bielorusie ose Turqie, nuk mund t'i kërkohet virtuoziteti ose sjellja si parti daneze. Dhe këtu pasaj duhet të bashkohen, mendoj unë, jo vetëm fjalët, po dhe aksionet, sepse me fjalë është kollaj të ndërtosh revolucion, po ai që e thot fjalën dhe e kërkon revolucionin dhe aksionin, duhet të bashkojë dëshirën, fjalën me aksionin e përbashkët për ta